Dhënia e dëmshpërblimeve për qytetarët e dëmtuar nga përmbytjet konsiderohet si një akt i turpshëm për Aleancën Kuqezi. Në një konferencë për mediat, kandidati për deputet i kësaj aleance në Shkodër, Bledar Meti, ka deklaruar se kjo qeveri ka prioritet kryesor interesin personal dhe jo atë të qytetarëve, dhe sipas Metit shihet në shumën çesharake të vendosur si dëmshpërblim, ndërsa Aleanca Kuqezie ka konsideruar këtë si një akt i cili lidhet drejt për drejt me fushatën elektorale. Sasia monetare që ka filluar të shpërndahet nga qeveria është sa qesharake, aq dhe papërgjeshme. Pra nga kjo qeveri që prioritet ka interesin personal dhe jo atë të qytetarëve, duke mos patur as pak në konsiderat dëmet ekonomike dhe psikologjike që ju ka shkaktuar banorëve të përmbytur të Shkodrës. Banorët e Shkodrës janë përmbytur për 3 vite me radhë. Atëherë pse ky shpërblim qesharak dhe i pjesshëm vetëm sot dhe jo para 1 apo 2 vitesh? Kur do marrin këto banor këste tjera? Në prag të zgjedhjeve lokale 2015 apo në prag të zgjedhjeve qendrore të vitit 2017? Aleanca Kuqezi gjithashtu denoncon nga ana tjetër të njëjtin veprim në shkallë kombëtare për fillimin e dëmshpërblimit të pjesshëm të ish-përndjekurve politik. Pikërisht pra në prag zgjedhjesh. Aleanca Kuqezi ka apeluar gjithashtu për mbajtjen e premtimeve elektorale në të kaluarën, çka sipas kësaj aleance ngarkon me përgjegjësi qeverinë shqiptare.